Dua të jem si përfaqësor në këtë që do ta them tani. Në fillim, sipas ligjeve të krizës në konvent ndërkombëtare, zona kufitare 5 kilometra brenda dhe 5 kilometra jashtë kufirit, në rastin konkret në Kosovë, kontrollohet nga ndërkombëtarët dhe nuk është e lejuar përdorimi i dronave, helikopterave dhe gjërave të tjera brenda kësaj zone. Nuk është e lejuar edhe përdorimi i simboleve të ndryshme, nga se është një zonë akoma e paratifikuar dhe kështu me radhë. Megjithatë, bandat, krimi dhe kështu, këto nuk mund të kontrollohen, nuk i respektojnë këto gjëra dhe faktorët relevant nga njëra dhe tjetra anë detyrohen që në mënyra të ndryshme t'i përcjellin, t'i vëzhgojnë dhe gjoja se t'i paralizojnë. Por në rastin konkret, ushtria serbe dhe shërbimi sekret i saj ishin mbështetja logjistike e grupit terrorist në agresionin e ndodhur në Banjska dhe kjo më publikisht dhe ndërkombëtarisht është e vërtetuar, por heshtet shkaku që mos eskalon situata. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Christopher Hill, ditët e para pas ndodhjes, me heshtjen e tij u dha leje ushtrisë serbe, njësive speciale të tyre, që sa më shpejt i tërheqin nga territori i Kosovës grupin terrorist serb, në mesën të cilëve ato e din që kishte edhe ushtarak rus, pa marrë parasysh a do t'i zbardhin se kush ishin, apo a do t'i emrojnë me emra, apo jo. Në mesin e këtyre gjemave, qofshin të vrarët ose ato të grupit, ne nuk është kjo një gjë e re, kjo është një gjë që me vite po lëviz në atë pjesë të Kosovës. Disa nga prindërit e atyre që ishin të përfshirë në këtë grupin terrorist të vërteti posedojnë akoma plagat e marra në betejën e Kosharës legjendare. Pra, ashtu kanë qenë agresor atëherë, ashtu edhe të tintaratiri si bababiri dhe kjo mbetet traditë ato. Kjo ndërhyrje e këtij u vendos, mendoj, ndërhyrja e Hillit, ambasadës amerikane dhe faktorit relevant ndërkombëtar, u vendos për të penguar eskalimin e situatës dhe për të parandaluar krizën, gjithsesi ndërhyrjen e mundshme të forcave të NATO-s. Kur e them këtë, ndërhyrjen e mundshme të forcave të NATO-s, e kuptojmë se këtu ka pas një lojë krejt tjetër, sikur që e tha personi parafolsi të shumë bukur e elaboroi. Pra, dikush tenton krizën nga Ukraina ta barte në Ballkan. Në Ballkan një fuqi varoti që shumë shpejt dhezin gjërat. Ajo që i konvenon Rusisë në këtë rast, don të jep sinjal faktorit ndërkombëtar në kohën kur tani është zgjidhja e çështjes së Ballkanit. Edhe njerë insiston, ato ta kuptojnë se ky territor është territor ortodoks dhe, sipas vijës së Teodosit, i përket besimit ortodoks dhe duhet edhe më tuqe të kontrollohet, të sundohet, të mbikëqyret nga ortodoksizmi. Ka sinjale gjoja se ne që kemi shqiptarët islamiste kështu me radhë dhe ai jo rastësisht i bën këto gjëra. Gjoja se po mbron Evropën e vjetër. Rasti në Banjsko vërtet ka alarmuar qendrat vendimarrëse në Washington, në Bruksel dhe Moskë, dhe që nga të tre qendrat është konstatuar një zëri se gjithë kjo që ndodhi, tash na vjen keq për afrimin apo për shumë të tjera që bien në këto rrethana, e gjitha kjo ishte në favor të Kosovës, respektivisht në favor të kombit shqiptar, nga sot ato neve na njohin për shqiptar të tërë në Ballkan dhe nuk na ndajnë sipas vijave administrative, edhe pse na kanë coptuar. Veprimi institucional dhe tepër profesional i organeve policore, por edhe i njësisë speciale të Kosovës, tregojnë një rezultatet e para dhe këto rezultate dëshmuan qartë se Kosova është shtet funksional me të gjitha organet dhe formacionet e duhura. Mua më vjen mirë që faktori politik në Kosovë në këtë rast
ishin të solidarizuar njëri me tjetrin dhe e vunë në shtetin mbi interesat e pushtetit dhe qëllimeve vetanake të tyre. Një gjë të këtillë, ditëve të fundit e bori edhe presidenti i Shqipërisë, si komandanti i Forcave Supreme të shtetit shqiptar. Solidarizime kishte edhe nga pjesa shqiptare, qoftë në Maqedoni, në Lugin e Gjetiu, dhe vazhdo Zoti që gjithmonë kjo pjesa dhe dashurisë të triumfon me fitoret tona deri në finalen supreme, apo deri atë ditë të atij synimit të bashkimit të trojeve, të kemi edhe ne njëherë një shtet natyral, ashtu si e deshi dhe e krije vetë Perëndia. Ju falenderoj.